i cili ishte dorëzuar nga Ministria e Financave në afatin e parapar, mirë po për shkak të rrethonave politike, ngërshit politik, ku ne tentonim të jepnim zgjidhje, mirë po nuk hasnim në mirëkuptimin e nevojshëm, e që rezultoi edhe në një palë zgjedhje, ku pa që ngërshi politik nuk është alternativ, nuk është zgjidhje programore, e nuk është as rritje politike, as elektorale. Ne po shohim që faktikisht kemi një disponim ndryshe të këtij mandati, i cili filloi pozitivisht me miratimin e një varg marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe së fundi pra edhe me miratimin e buxhetit, i cili u votua nga 62 deputet të opozitës. Ju përmendet, që s'po i përkrani amandamentet, s'ka ndodhur, s'është hera e parë, ka ndodhur në vazhdimsi edhe gjatë mandatit ne nuk kemi përkrahur asnjë amandament. As amandament që ka ardhur nga ministrat, as amandament që ka ardhur nga deputetët e opozitës, as amandament që ka ardhur nga deputetët e opozitës. Sepse kemi thënë radhazi që ky buxhet pra do të pësoj ndryshimet e veta, sepse do duhet të reflektoj gjithashtu edhe përbërjen e qeverisë, ku do të ndahen në linjat e nevojshme, si dhe do të ketë mundësi që qoftë ministrat, qoftë deputet, pastaj të japin dhe propozimet e tyre. Është llogaritur si kurse një lloj buxheti tranzitor, drejt buxhetit të cilët do t'i reflektoj dhe nevojat konkrete dhe reale, konform dhe plan programit të cilët ne kishim prezentuar për gjatë dhe fushatës elektorale. Pra do të rishikohet në ndërkohë? Absolutisht, pra është thënë edhe nga kryeministri, është thënë edhe nga ministri i financave, që një afat pra të shkurtër, po të kemi dhe programin qeveritar të miratuar nga ana e qeverisë, do të fillohen me reflektimin e këtyre prioriteteve dhe në buxhet, dhe do të ketë pra ndryshimet e nevojshme, ku aty do të ketë mundësi si ministrat, deputetët nga pozita dhe opozita të reflektojnë dhe propozimet e tyre, që pastaj do të ketë mundësi edhe që të marrin vështirësi. Si që thash, nuk është hera e parë, por shoh deputet të PD-k-s të zëm, që po thonë që në 4 vjetët e fundit kanë propozu 350 amandamente që si keni përkrah, si pushtet, as në legjislaturën e 8. Ka pasur raste të ndryshme, ne zakonisht kemi qenë udhëtar të asaj që propozimet kryesisht të bëhen para se buxheti të vijë në kuvend, në mënyrë që të adresohen drejt nga ministrit përkatëse. Sepse për secilin ndryshim që bëhet, duhet marrur mjetët nga diçka për të vendosur tek një projekt tjetër. Andaj ne gjithmonë kemi qenë udhëtar